Antar të bordit drejtues të SIPAC zhvilluan sot një takim zyrtar me deputeten federale të Cambridge, Connie Cody, e cila mban njëkohësisht detyrën e nënkryetare së grupit të miqësisë parlamentare Kanada-Shqipëri dhe kryetare së grupit të miqësisë parlamentare Kanada-Gjermani. Takimi u vlerësua si një moment domethënës për komunitetin shqiptar në Kanada, duke ofruar një platformë të hapur dialogu mbi prioritetet e përbashkëta, rolin e komuniteteve etnike në jetën publike kanadeze dhe rëndësinë e angazhimit parlamentar në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjatë diskutimeve, palët theksuan nevojën për rritjen e bashkëpunimit institucional mes Kanadas dhe Shqipërisë, fuqizimin e zërit të komunitetit shqiptar në proceset vendimarrëse dhe ndërtimin e urave të qëndrueshme bashkëpunimi mes komuniteteve, institucioneve dhe partnerëve strategjik. SIPAC vlerësoi në mënyrë të veçantë angazhimin e vazhdueshëm të deputetes Cody në promovimin e dialogut konstruktiv, diplomacisë parlamentare dhe marrëdhënieve të forta ndërkombëtare, duke e konsideruar këtë bashkëpunim si një shembull pozitiv të integrimit dhe përfaqësimit qytetar në Kanada. Në përfundim, të dyja palët shprehen gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejshëm dhe angazhime të ardhshme konkrete në funksion të forcimit e lidhjeve mes komunitetit shqiptar në Kanada dhe institucioneve federale, si dhe në shërbim të marrëdhënieve dypalëshe Kanada-Shqipëri. Mbrëmje informuese në Montreal për blerjen e pronës së parë. Komuniteti shqiptar në Montreal organizon një mbrëmje informuese të dedikuar blerësve për herë të parë, me qëllim ofrimin e informacionit të saktë dhe udhëzimeve praktike për çdo që po mendon ose po përgatitet të blejë pronën e parë. Aktiviteti synon të ndihmojë pjesëmarrësit të marrin vendime të informuara dhe të sigurta, duke sqaruar aspektet kryesore financiare, me hipotekë dhe imobiliare të procesit të blerjes së një shtëpie në Kanada. Të ftuarit dhe temat kryesore: Ajet Nuro, këshilltar financiar, përgatitja financiare para blerjes, përdorimi i REER dhe CELAPP, si dhe vendimet kyçe që duhen marrë në fazën paraprake. Eikel Aliko, ndërmjetës hipoteke, opsionet e financimit dhe mënyra e funksionimit të kredisë hipotekare. Aurel Zaloshnja, konsulent imobiliar, hapat praktik për blerjen e shtëpisë së parë. Alma Nuro, këshilltare financiare, siguracioni i hipotekës pas blerjes dhe përfitimet që ai ofron. Organizatorët bëjnë të ditur se gjatë mbrëmjes do të ketë gjithashtu pije dhe ushqime të lehta, duke krijuar një ambient të hapur për diskutim dhe pyetje direkte me ekspertët. Vendet janë të kufizuara dhe regjistrimi është i detyrueshëm. Kjo mbrëmje konsiderohet një mundësi e vlefshme për familjet dhe individët shqiptar në Montreal që duan të ndërmarrin hapin e rëndësishëm të blerjes së pronës së parë me më shumë qartësi dhe besim. Windsor dhe Shkodra drejt binjakëzimit zyrtar. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të lidhjeve ndërmjet komunitetit shqiptar në Kanada dhe institucioneve vendore kanadeze u shënua me dorëzimin zyrtar të një materiali të detajuar prej 44 faqesh në Windsor, në kuadër të procedurës për binjakëzimin e qyteteve Windsor-Shkodra. Materiali i përgatitur dhe dorëzuar Bashkisë së Windsorit përmban një prezantim të gjerë dhe të argumentuar mbi prejardhjen e lashtë historike dhe shpirtërore të trevave shqiptare, duke theksuar vazhdimsinë lire dhe identitetin e hershëm evropian të Shkodrës. Në këtë kontekst, dokumentacioni referon edhe burime biblike, përfshirë citimin nga Romakët 15-19, si dëshmi e rënjeve të hershme historike dhe shpirtërore të Ilirisë. Dosja përmbledh në mënyrë të strukturuar historinë mijëravjeçare të Shkodrës, rënjet ilire dhe vazhdimsinë shqiptare, trashëgimin kulturore, shpirtërore dhe qytetare, si dhe rolin e hershëm të këtyre trevave në historinë evropiane dhe biblike. Përveç materialit historik dhe kulturor, Bashkisë së Windsorit ju dorëzuan edhe të dhënë shtesë dhe statistika mbi ekonominë, artin, turizmin, kulturën dhe sportin e Shkodrës, të shoqëruara me materiale vizuale dhe video prezantuese, me synimin për të ofruar një panoramë sa më të plotë dhe bashkëkohore të qytetit. Organizatorët e këtij angazhimi shprehën falënderime të veçanta për Bashkinë e Shkodrës, për bashkëpunimin dhe ndihmesën e çmuar në përgatitjen e materialeve, të cilat konsiderohen thelbësore për avancimin e procesit të binjakëzimit.
Ky veprim i shoqatës shqiptare në Windsor vlerësohet si një kontribut domethënës në rritjen e njohjes, respektit dhe promovimit të identitetit shqiptar brenda institucioneve kanadeze, duke hapur një kapitull të ri bashkëpunimi kulturor, institucional dhe qytetar mes Kanadas dhe Shqipërisë. Muaji i shkurt do të shënojë edhe këtë vit një sër aktivitetesh festive në nder të pavarësisë së Kosovës, të organizuara nga shoqatat shqiptare në qytete të ndryshme të Kanadas. Në kuadër të 17 shkurtit, komuniteti shqiptar pritet të bashkohet në mbrëmje solemne, koncerte festive, aktivitete kulturore dhe tubime komunitare, të cilat synojnë të ruajnë dhe promovojnë identitetin kombëtar, historinë dhe vlerat e shtetit më të ri të Europës. Sipas organizatorëve, aktivitetet do të zhvillohen kryesisht në qytete me prani të konsiderueshme shqiptare, përfshirë Toronto, Montreal, Hamilton, London dhe zona të tjera të Ontarios dhe Quebecut. Programet festive do të përfshinë interpretime muzikore nga artistë shqiptar, valle tradicionale dhe recitime patriotike, fjalë përshëndetëse nga përfaqësues të shoqatave dhe komunitetit, si dhe momente reflektimi mbi rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe shtetëndërtimit. Shoqatat organizatore theksojnë se këto aktivitete nuk janë vetëm festime, por edhe një formë mirënjohjeje për sakrificën historike dhe një mesazh uniteti për brezat e rinj të lindur dhe rritur në diasporë. Festimet e pavarësisë së Kosovës në Kanada pritet të shndrohen në një muaj aktivitetesh që bashkojnë komunitetin shqiptar, forcojnë lidhjet mes brezave dhe përcjellin krenarinë kombëtare në një frymë dinjiteti dhe respekti.